vlera e agjerimit. Jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, ku do të flasim shkurtimisht për vlerën e agjerimit. Ramazani është muaj i solidaritetit. Ramazani është muaji i paqes dhe i mëshirës hyjnore, ku ka begati dhe përfitime të shumta nga ana besimtarit. Hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenemit dhe falja e Zotit është më ndryshe se në muajt e tjerë. Ramazani është muaj i dritës, i rizgjimit, si në aspektin fizik, po ashtu edhe në aspektin shpirtëror. Pikërisht Allahu Gjeleshanu e veçoi këtë muaj me zbritjen e Kuranit dhe e bëri obligim agjërimin e Ramazanit, ku është një prej adhurimeve më të gjata, i cili dallon nga adhurimet tjera si nga aspekti i zbatimit, po ashtu edhe nga aspekti i intervali kohor. Agjërimi është një prej kushteve të fesë islame, krahas shahadetit, i cili vërteton njohurinë e Allahu Gjeleshanu, po ashtu edhe profecinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, faljen e namazeve ditore, dhënien e zakatit dhe shkuarja në hax nëse ka mundësi. Allahu në Kuranin famlar thot: "O ju që besuat, agjërimi është të bërë obligim juve sikurse atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm." Agjerimi është adhurim madhështor, po aq edhe sfidues nga i madhi Zot, duke garuar në vepra të mira dhe duke u larguar nga ushqimi, pijet dhe marrëdhëniet bashkëshortore, nga imsaku deri në perëndim të diellit. Vetëm e vetëm për të adhuruar dhe të fituar kënaqësinë e Allahu Gjeleshanu, nga se esenca e krijimit të njerëzit është adhurimi i tij. Andaj Allahu Gjeleshanu në Kuranin famlar thot: "Unë nuk i krijova njerëzit dhe xhinet për asgjë tjetër, vetëm që të më adhurojnë mua." Andaj, agjerimi është një prej adhurimeve ku ne i realizojmë qëllimin e krijimit tonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Kush agjeron Ramazanin me bindje dhe shpresë për shpërblim tek Allahu Gjeleshanu, i falen të gjitha mëkatet." Po ashtu, agjerimi është edhe pasim dhe pejgamberit alayhi salatu vesselam, pjesë përbërëse e udhëzimit të tij. Ramazani është muaji i devotshmërisë, ku besimtari kryen namazet me përkushtimin më të madh ndaj Allahut Gjeleshanu, krahas namazeve farze, po ashtu kryejmë edhe namazin nafile, i cili është namazi i teravih i veçantë për këtë muaj të bekuar. Lexojmë Kur'an, jepim sadaka, jepim zeqat dhe kërkojmë falje tek Allahu Gjeleshanu më shumë se në muajt e tjerë, duke u larguar nga mëkatet dhe veset, pasionet, të cilat e shkatrojnë dhe e dëmtojnë natyrshmërinë e njeriut në tokë. Agjerimi është ilaç për besimtarin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Agjerimi është mburoj ku e largon njerin nga fytyrjet dhe përgojimi, i cili besimtari agjeron 30 ditë radhazi, duke e sfiduar veten dhe duke rënë në solidaritet së bashku me jetimin dhe skamnorin, vetëm që të arrijë shkallën e takvallokut, ku Allahu Gjeleshanu thot: "Agjerimi është për mua dhe vetëm unë e shpërblej atë." Agjerimi është rruga drejt xhenetit, ku dera saj quhet Rejan. Agjerimi është ndërmjetësim në ditën e gjykimit së bashku me Kuranin famlar, ku thot: "O Zot, unë e privova nga të mirat, nga ngrënia dhe pirja dhe çdo gjë që është halal, andaj më lejo mua që të ndërmjetësoj për ty."